A bajnë besimtar të mirë gjinahe? Bajnë o musliman, mirë po i përshkruan Allahu Azza wa Jall qysh sillen besimtar të mirë kur të bajnë një gjina. Thot Allahu Azza wa Jall: "Walladhina idha fa'alu fahishatan", ata të cilët besimtarët, të cilët kur të bajnë ndonjë gjina të madh, si zinaja për shembull, au zalamu anfusahum, ose i bajnë zullum vetvetes tyne me një gjina pak më të vogël, qysh reagojnë pas gjinaj? Dhakarullah, ju kujtohet madhëria Allahut Azza wa Jall, e bajnë men çka kanë mundësi me hup për këtë gjina që e ka ba zinan, mirë po i kujtohet që ka mundësi me hup knasin Allahut Azza wa Jall, me hup gjenetet e Allahut Azza wa Jall për një gjina. Dhakarullah, e kujtojnë Allahun Azza wa Jall, fastaghfaru li dhunubihim, edhe kërkojnë falje për gjinaat e tyne. E kur kush nuk i fal gjinahet përveç Allahut Azza wa Jall, thot Allahu Azza wa Jall: "Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun", e nuk e vazhdojnë me bohalat gjina, duke ditë që s'ban me ba. Kjo është sjellja e besimtarëve mas gjinave, do më thanë, edhe besimtarët e mirë bajnë gjinahe musliman, mirë po ju kujtohet madhëria Allahut Azza wa Jall, bajnë istighfar, e lusin Allahun Azza wa Jall, edhe nuk e vazhdojnë në për gjinahe, e nuk janë qyshe njërës dhe ke pa, ata që Allah në rujt janë krenar me gjinahat e tyne, kurse se të një besimtar nuk zhanë kësi, e ka ba mi po atin që Allahu Azza wa Jall na falët.